Përshëndetje miq, sot do të gatuajmë mish viçi me perime në furrë, dalin super të shijshme dhe përgatiten shumë lehtë. Në një tenxhere kam hedhur mishin e viçit ku e kam zier për 20 minuta dhe më pas i kam shtuar perimet që do të përgatisim. Unë në këtë rast kam shtuar për të zier patatet dhe karrotat dhe gjithashtu i lë të zihen në 10 minuta, jo më shumë sepse s'dua që të qullosen. Mbyllim kapakun, i hedhim pak kripë dhe mbasi janë zier mirë, i shtrojmë perimet në tavë. Gjithashtu kam hedhur dhe lule lakër, pasi më pëlqen shumë kur zihet ose piqet në furrë. I shtova gjithashtu dhe pak qep të kuqe, është e preferuara ime, dhe tani fillojmë me erëzat. Erëzat mund t'i hedhni sipas dëshirës, unë kam përdorur vaget, piper të kuq, krip, piper të zi. Tani i vendos edhe mishin që kanë zier mjaftueshëm dhe gjithashtu vajin e ullirit që nuk duhet të mungojë në asnjë gatim. Tani janë gati për të futur në furrë, unë i mbulova dhe me letër alumin dhe i lash në temperaturë 200 gradë për 40 minuta. Gjithashtu përgatita dhe një sallatë. Kjo është Darka, nëse e provoni, më shkruani. Faleminderit.